Këto makina nuk janë thjesht mjete transporti, por janë arti vërtet që lëvizin në rrugë. Dhe për t'i gjetur defektin një makine të tillë, nuk të hynë pun as një lloj kompjuteri diagnostikimi. Makinat sportive të kësaj epoke kanë një inxhinjeri të pastër mekanike dhe toleranca e tyre është zero. Ndaj dhe ustajt I duhet që për një riparim të kësaj veture të ketë dorë dhe vesh dhe jo sensor elektronik. Ai nuk ka ku ta fusi më as fishën e kompjuterit për ta diagnostifikuar. Mjafton një gabim I vogël që ky motor të humbat shpirtin e tij. Kjo makinë ka ardhur nga Suedia dhe problemi I saj ishte me mbinxehjen e motorit. Përdorimi I saj me ujë të zakonshëm e ka sjell djegjen e komplet të statës. Ne në servis aksion nuk kemi frikë nga hekurat e vjetra, sepse problemin e dallojmë që nga rrënjët dhe jo vetëm thjesht nga ekranet. Nëse ke një makinë sportive që kërkon pasion dhe njohuritë e vërteta, ti tashmë e di se ku duhet t'ia bësh shërbimet.